Policia e Lezhës ka hartuar një plan të posaçëm masash për garantimin e rendit, sigurisë dhe mbarvajtjes së pelegrinazhit tradicional në kishën e Shnandout në Laç, i cili zhvillohet më 12 dhe 13 qershor dhe mbledh mijëra besimtar nga gjithë Shqipëria dhe rajoni. Në kuadër të përgatitjeve, drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë zhvilloi një takim me përfaqësuesit e kishës, ku diskutuan masat organizative dhe të sigurisë që do të zbatohen gjatë 2 ditëve të pelegrinazhit. Sipas policisë, nga ora 18 e datës 12 qershor deri në orën 24 të datës 13 qershor do të ketë kufizime të lëvizjes dhe parkimit në disa segmente rrugore që të çojnë drejt kishës së Shnandout. Konkretisht, kufizimet do të zbatohen në segmentet nga kryqëzimi i gjykatës, kryqëzimi i poliklinikës, kryqëzimi i gjimnazit dhe nga pallati 113 deri në kishën e Shnandout. Në këto akse do të lejohen të qarkullojnë vetëm mjetet e transportit publik të licencuara, si taksitë autorizuara, mjetet e kishës, automjetet e personaliteteve shtetëror, si dhe mjetet e emergjencës, zjarr fikset dhe policia. Ndërkohë, segmenti kryesor rrugor nga kryqëzimi i gjimnazit deri te kryqëzimi i Varezave do të jetë i aksesueshëm vetëm për këmbësorët. Policia njofton gjithashtu se mjetet me tonazh të rënd nuk do të lejohen të hyjnë nga mikalimi i Patokut në drejtim të Laçit, me qëllim shmangjen e bllokimeve dhe lehtësimin e qarkullimit gjatë fluksit të lartë të pelegrinëve. Për parkimin e automjeteve janë përcaktuar hapësira të posaçme nga Bashkia Kurbin, ndërsa nuk do të lejohen parkime në zona që pengojnë lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorëve. Policia e Lezhës u bën thirrje qytetarëve, besimtarëve dhe drejtuesve të mjeteve që të respektojnë udhëzimet e efektivëve në terren dhe të përdorin rrugë alternative në mënyrë që pelegrinazhi të zhvillohet në mënyrë të sigurt dhe pa incidente. Autoritetet uruan të gjithë besimtarët për një pelegrinazh të mbar dhe të qetë në kishën e Shnandout.